Aparatet biometrike të identifikimit në zgjedhje të zbatuara për herë të parë në zgjedhjet lokale të vitit 2021 do të përdoren edhe gjatë votimit të sotëm. Votimi si proces nuk ndryshon nga zgjedhjet e kaluara. Ai bëhet personalisht dhe votuesi do të jenë në gjendje të votojnë vetëm një herë, duke u identifikuar me kartë identiteti ose pasaport. Personat, dokumentet e të cilëve kanë skaduar nga dita e shpalljes së zgjedhjeve e deri më 19 tetor, gjithashtu do të jenë në gjendje të votojnë. Para se të marrin fletën e tyre të votimit, votuesi do të kontrollohen me pajisje identifikimi biometrike, me gishtin e madh të dorës së djathtë. Votimi bëhet në mënyrë të pavarur, fshehurazi pas kabinës me stilolaps të kaltër. Flet votimi vlefshëm llogaritet vetëm ai në të cilin në mënyrë të qartë është rrethuar numri i kandidatit ose listës së kandidatëve, gjëgjësisht pjesëmarrësit në zgjedhje. Flet votimet për kryetar komune dhe ata për këshilltar vendosen në kuti të posaçme. Votimi në grup, votimi familjar ose me dikë tjetër, fotografimi në qendrën e votimit dhe mbajtja e armëve në qendrën e votimit janë të ndaluara. Votuesi që ka nevojë për ndihmë gjatë votimit do t'i ofrohet, megjithatë është e patjetërsueshme që ata duhet ta shprehin vetë vullnetin e tyre.